Rituali i frymës së mbrëmjes, vetvëzhgim, reflektim dhe rikthim te qëllimi. Gjej një pozicion të rehatshëm, mund të ulesh me shpinën drejtë ose të shtrihesh nëse trupi yt ka nevojë për më shumë pushim. Mbylli syt ngadalë. Lejoj duart të pushojnë mbi trup. Njërën dorë mund ta vendosësh mbi zemër dhe tjetrën mbi bark. Për disa çaste mos u përpiq të ndryshosh asgjë. Vetëm vëre si ndihesh. Vëre trupin tënd, vëre frymëmarrjen. Vëre energjinë me të cilën po vjen në këtë moment. Nuk ke nevojë të gjykosh ditën që kaloi. Nuk ke nevojë ta rregullosh menjëherë. Kjo praktikë është një hapësirë ku ti mund të ndalosh, të shikosh dhe të kuptosh. Një hapësirë për të takuar me veten me sinqeritet, por edhe me butësi. Sonte do të punoj me 2 pjesë. Fillimisht do të rikthehemi te dita që kaloi. Do ta shikojmë atë si një film pa gjykim dhe pa u humbur brenda saj. Më pas, do të rikthehemi te qëllimi ynë, te arsyeja pse jemi këtu, te ajo që i jep kuptim jetës sonë. Le të fillojmë duke marrë frymë ngadalë nga hunda për 4 numërime. 2, 3, 4 dhe nxirre frymën butë për 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Përsëri merr frymë për 4, 2, 3, 4 dhe nxirre për 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vazhdo në këtë ritëm, merr frymë për 4 dhe nxirre frymën për 8. Nxjerrja e gjatë e frymës i tregon trupit se mund të lëshojë, se nuk kam asgjë për të ndjekur, asgjë për të zgjidhur në këtë moment. Vetëm merr frymë. Lejo që me çdo frymë shpatullat të zbresin, nofullat të zbutet, barku të lirohet. Trupi le të bëhet pak më i rëndë dhe pak më i qetë. Vazhdo frymën për 4 dhe nxirre për 8. Dhe tani pa ndërprer frymëmarrjen, fillo të rikthehesh tek dita jote. Imagjino sikur je duke parë një film për ditën që sapo jetove. Ti nuk je brenda filmit, ti je vëzhguesi. Po e shikon veten në vetën e tretë si një aktor që lëviz për gjatë ditës. Shiko momentin kur u zgjove. Si u zgjove sot? Cili ishte mendimi yt i parë, si ndihej trupi yt? Çfarë bëre në minutat e para të mëngjesit? Vazhdo të marrësh frymë për 4 dhe ta nxjerrësh për 8. Shiko veten duke ngritur nga shtrati, çfarë hëngre, çfarë pive, si u kujdese sot për trupin tënd. Vazhdo të shikosh filmin e ditës, ku shkove, çfarë bëre, me kë ishe, me kë fole, si u soll energjia jote në takimet që pate. A ishe pranishme? A ishe duke dëgjuar? A ishe duke reaguar? A ishe nxituar? A ishe e hapur? Vetëm vëzhgo, pa gjykim, pa i quajtur veten të mirë apo të keqe. Ti po shikon për të kuptuar, jo për të dënuar. Shiko momentet kur ishe vetëm. Shiko momentet kur ishe me të tjerët. Shiko vendimet që more, fjalët që the, fjalët që nuk the. Mënyrën se si e përdore kohën tënde, mënyrën se si e përdore energjinë tënde. Dhe pyet veten, si shërbeva sot, si kontribova, si ndikova te njerëzit që takova. Vazhdo të marrësh frymë për 4 dhe nxirre për 8.
Mos kërko përgjigje të përsosura. Mos i detyro përgjigjet. Vetëm merr frymë dhe lejo që ato të ngrihen vetë. Sill në mendje pyetjen e parë. Çfarë të mire bëra sot? Ndoshta ndihmove dikë, ndoshta dëgjove dikë, ndoshta tregove durim, ndoshta mbajte një premtim, ndoshta kujdese për trupin tënd, ndoshta zgjodhe të mos reagosh në një moment të vështirë. Ndoshta thjesht vazhdove edhe pse dita nuk ishte e lehtë. Çfarë të mire bëre sot? Merr frymë për 4, 2, 3, 4 dhe nxirre për 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relakso brenda përgjigjes që vjen. Nuk ka nevojë të jetë diçka e madhe, jeta ndërtohet nga gjëra të vogla që përsëriten. Bëre të mirën që bëre. Pranoje. Mos e zvoglo, mos e largo. Lejoje veten ta shoh. Çfarë të mire bëra sot? Tani sill në mendje pyetjen e dytë. Çfarë mund të kisha bërë më mirë? Nuk po pyet këtë për të sulmuar veten, po e pyet për të përmirësuar. Ndoshta mund të kishe dëgjuar më shumë. Ndoshta mund të kishe folur me më shumë kujdes. Ndoshta mund të kishe vendosur një kufi. Ndoshta mund të kishe pushuar pak më gjatë. Ndoshta mund të kishe qenë më e sinqertë. Ndoshta mund të kishe reaguar më ngadalë. Ndoshta bëre një gabim. Nëse po, pyet veten, çfarë mësova nga ky gabim? Çfarë po përpiqet të më mësoj ky moment? Çfarë mund të bëj ndryshe herën tjetër? Merr frymë për 4, 2, 3, 4. Nxirre për 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mos e detyro përgjigjen. Merr frymë brenda pyetjes. Nxirre frymën dhe lëre të zbutet rezistenca. Çfarë mund të kisha bërë më mirë? Çfarë mësova nga dështimet ose gabimet e mia? Vetvëzhgimi nuk do të thotë të jesh e ashpër me veten, do të thotë të jesh mjaftueshëm e guximshme për të parë të vërtetën dhe mjaftueshëm e dashur për të mos u braktisur prej saj. Tani sill në mendje pyetjen e tretë. Cila ishte një mënyrë në të cilën sot jetova në përputhje me qëllimin e jetës sime? Ndoshta jetove qëllimin duke mësuar, duke krijuar, duke shëruar, duke dashur, duke u kujdesur për familjen, duke mbështetur dikë, duke ndarë diçka të rëndësishme, duke bërë punën tënde me ndërgjegje, duke qëndruar besnike ndaj vetes. Cila ishte një mënyrë në të cilën jetove sot në përputhje me qëllimin tënd? Merr frymë për 4. Nxirre për 8. Merr frymë brenda përgjigjes. Lëre atë të hyjë jo vetëm në mendje, por edhe në zemër. Dhe nëse sot nuk ndihen se ke jetuar plotësisht në përputhje me qëllimin tënd, mos e përdor këtë për të gjykuar veten. Përdore si një kujtesë për nesër. Çdo ditë është një mundësi e re për t'u ofruar. Çdo zgjedhje është një mundësi e re për t'u kthyer. Vazhdo të marrësh frymë për 4. Dhe nxirre për 8. Kujto rëndësinë e këtij vetvëzhgimi. Mënyra se si e jeton një jetë dhe një ditë është mënyra se si ti e jeton gjithë jetën. Jeta nuk ndodh vetëm në momentet e mëdha.
Ajo ndodh në mënyrën se si zgjohesh, në mënyrën se si flet, si dëgjon, si kujdesesh për trupin, si reagon kur diçka nuk shkon sipas planit, në mënyrën se si sillesh kur askush nuk po të sheh. Kur e analizon ditën tënde me sinqeritet, ti fillon ta jetosh jetën me më shumë vetdije. Fillon të ndallosh modelet e tua. Fillon të kuptosh çfarë dëshiron të vazhdosh dhe çfarë dëshiron të ndryshosh. Jo sepse nuk je mjaftueshëm, por sepse je gjithmonë duke u rritur, gjithmonë duke mësuar, gjithmonë duke bërë më e vetëdijshme për mënyrën se si dëshiron të jetosh. Vazhdo frymarrjen. 4 brenda dhe 8 jashtë. Tani kalojmë në pjesën e dytë të praktikës. Sill vëmendjen tek zemra. Mund ta vendosësh dorën mbi krahëror. Ndjej kontaktin e dorës me trupin. Ndjej frymarrjen që lëviz poshtë dorës dhe pyet veten: cili është qëllimi im? Cila është arsyeja ime? Pse jam këtu? Çfarë më bën të ngrihem nga shtrati në mëngjes? Çfarë më jep energji? Çfarë më bën të ndihem e gjallë? Cili është pasioni im? Çfarë më thërret vazhdimisht edhe kur përpiqem ta injoroj? Cila është arsyeja që Zoti më vendosi në këtë jetë? Çfarë jam këtu për të dhënë? Çfarë jam këtu për të mësuar? Kujt jam këtu për t'i shërbyer? Cili është ikigai im? Arsyeja ime për të qenë? Vazhdo të marrësh frymë për 4 dhe ta nxjerrësh për 8. Mos e kërko përgjigjen vetëm me mendje. Ndjej atë në trup. Ndoshta qëllimi yt shfaqet si një fjalë, ndoshta si një imazh, si një ndjesi, apo si një kujtim, apo si një njeri, apo si një punë që dëshiron të krijosh, ndoshta si mënyra se si dëshiron t'i bësh njerëzit të ndihen. Lëre qëllimin të marrë formën e vet. Dhe tani përpiqu ta thuash me një fjali të vetme: qëllimi im është. Pusho për një moment. Qëllimi im është. Lejoje fjalin të vi. Nuk ka nevojë të jetë perfekte, ajo mund të ndryshojë me kohën, ajo mund të thellohet ndërsa ti ndryshon. Por sonte, lejoje veten ta emërtosh. Qëllimi im është. Përsërite në heshtje. Merr frymë për 4, 2, 3, 4 dhe nxirre për 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Përsërit edhe një herë. Qëllimi im është. Ndjeje këtë fjali në zemër, ndjeje në bark, ndjeje në të gjithë trupin. Vizualizo veten duke u zgjuar nesër dhe duke jetuar pak më afër këtij qëllimi. Shiko një zgjedhje të vogël që mund të bësh. Një veprim, një bisedë, një kufi, një krijim, një hap. Nuk ke nevojë ta jetosh të gjithë qëllimin brenda një dite. Mjafton ta prekësh atë çdo ditë. Mjafton të bësh një hap në drejtimin e tij. Po ecën shumë mirë. Sonte vëzhgove ditën tënde e pe veten me më shumë qartësi. Vure re të mirën që bëre, pranove atë që mund të bëje më mirë. Mësove nga gabimet e tua dhe u riktheve te qëllimi yt. Ky është një veprim i fuqishëm, sepse kur rikthehesh çdo mbrëmje te mënyra se si jetove dhe te arsyeja pse jeton, ti fillon ta krijosh jetën me më shumë vetdije. Tani merr edhe një frymë të fundit shumë të thellë. Mbushe barkun, mbushe kraharorin, mbushe trupin plot.
Mbaje frymën lart, shtrëngo duart, shtrëngo këmbët, shtrëngo barkun, shtrëngo të gjithë trupin, mbaje edhe pak. Dhe tani nxjerrë të gjithë frymën. Lëshoje trupin plotësisht. Relaksohu dhe buzëqeshi vetes. Jo sepse çdo gjë ishte perfekte, po sepse pate guximin të shikoje ditën tënde, pate guximin të mësoje prej saj, pate guximin të riktheheshe te vetja. Bëje këtë praktikë çdo mbrëmje, ndoshta për 7 ditë rresht, ndoshta më shumë, dhe vëre se çfarë fillon të ndryshojë brenda teje. Si ndryshojnë zgjedhjet e tua, reagimet e tua, marrëdhënia jote me veten. Ndoshta pas një jave do të dallosh diçka të re, ndoshta pas një muaji do të ndihesh më e qartë, dhe ndoshta nëse vazhdon ta praktikosh, mënyra se si jeton mund të ndryshojë përgjithmonë. Merr një frymë të qetë dhe nxirre ngadalë. Dhe kur ti jesh gati, lejoje veten të pushoj. Dita ka përfunduar, mësimi është marrë, qëllimi është kujtuar. Tani mund të lëshosh. Natën e mirë.